Të premten me 26 korrik në skenën verore në Milesh, Shoqëria Kulturore Artistike Liria organizoi mbrëmjen folklorike Diaspora me ne. Shoqëria Kulturore Artistike Liria u paraqit me pika si dasma shqiptare, pavarësia, kushtrimi i lirisë e tjera. Të ftuara ishin edhe Shoqëria Kulturore Artistike Koha nga Dinosha dhe Shoqëria Kulturore Artistike Teçiq nga Tuzi. Për pjesën argëtuese të mbrëmjes u kujdes këngëtari Jasmin Nikaj, në orkestrimin e Ermin Gjokaj. Për televizionin ton, kryetari i SHK Liria Admir Nikaj u shpreh. Këtë natë, ose si që kemi sqaruar Diaspora me ne, e organizojmë vite me radhë në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Informative Malësia, ku edhe sonte do të marrim pjesë me vadhe dhe këngë. Po ashtu kemi edhe musafir, të cilët janë Shoqëria Kulturore Artistike Koha nga Dinosha dhe Shoqëria Kulturore Artistike Teçiq nga Tuzi, të cilët edhe i falenderojmë për pjesëmarrje. Po ashtu, mbas programit folklorik do të vazhdojmë me pjesën e programit argëtues, ku do të jenë këngëtari Jasmin Nikaj dhe në orkestrimin e Ermin Gjokaj. Duke marrë parasysh se gjatë muajit të verës edhe vëllezërit dhe motrat tona vinë nga diaspora dhe e ndihmë si të obligueshëm të organizojmë një mbrëmje argëtuese edhe për hir të tyre. Ashtu që besoj dhe shpresoj se të gjithë do të kalojnë bukur dhe do të jetë një atmosferë e këndshme. Të nderuar të pranishëm, mirëmbrëma dhe mirë se takohemi në programin artistik të SHK Liris nga Mileshi. Programi i sonetëm do të paraqes traditën tonë folklorike me këngë e valle nga treva jone Malësisë. Ky program do të realizohet si shumë vite më parë në bashkëpunim me CKI Malësia si pjesë e programit vjetor. Përpos SHK Liris nga Mileshi, pjesë e programit tonë të sonetëm do të jenë edhe shoqëritë kulturore artistike nga Malësia, gjithësisht SHK Koha nga Dinosha dhe SHK Teçiq nga Tuzi. Po ashtu edhe këngëtari i mirënjohur nga Malësia, Jasmin Nikaj, në orkestrimin e Ermin Gjokaj. Programi ndahet në 2 pjesë dhe ka këtë përmbajtje. Pjesa e parë përmban pjesën folklorike dhe pjesa e dytë do të vazhdoj me muzikë. Në emrin e organizatorit të mbrëmjes, gjithësisht të SHK Liris, ftojmë kryetarin e shoqatës, Admir Nikaj, të marrë fjalën e rastit. Faleminderit. Të nderuar miq, musafirë e bashkëkombësit tonë, të nderuar të pranishëm. Edhe sonte, si tash, e disa vite me radhë, Shoqëria Kulturore Artistike Liria organizon mbrëmje argëtuese, kushtuar vëllezërve dhe motrave tona, të cilat në këtë stinë për çdo vit vinë dhe na vizitojnë. Jo rastësisht, në këtë mbrëmje edhe kemi quajtur Diaspora me ne, sepse asnjëherë, në asnjë rast nuk na harrojnë dhe na kujtojnë. Edhe kjo mbrëmje ka për qëllim promovimin e shoqërisë sonë dhe njoftimin e aktivitetet tona të cilat i kemi realizuar gjatë këtij vitit, dhe të gjitha janë zhvilluar fal jush dhe me ndihmën tuaj. Duke marrë parasysh se si populli ynë kur nuk ka shkëputur lidhjen me traditën dhe rritet që i kanë karakterizuar atë, edhe njëkohësisht kanë qenë edhe themeli i nderit dhe i krenerisë sonë. Në vite me radhë jemi munduar që të rinjallin në skenën bukurinë e harmoninë e folklorit tonë të larmishëm që mori zemrat e publikut në çdo skenë ku vadhja mori dhënë. Lidhur me këtë, me duhet të lavdëroj edhe për kushtimin e anëtarëve të shoqërisë sonë, të cilët me pasion dhe vullnet janë shumë aktiv dhe pa pritesë. Në 2 festivalet e fundit, festivalin bashkëkombëtar në Tropoj dhe Gjakov, kemi marrë vendin e parë, gjë për të cilën edhe jemi krenar. Krahas kësaj, edhe këngëtari Jasmin Nikaj, antari i shoqërisë sonë, mori çmimin ose vendin e parë si rapsodi më i mirë i festivalit. Në muajin gusht jemi të ftuar edhe në komunën e Sarajit në Maqedoni, për të cilin ju njoftohen se kemi përgatitur një koreografi të re nga koreografi i njohur Vladimir Saiti Ladi. Për këtë projekt na ka mbështet edhe Diaspora, ku shfrytëzoj rastin t'i falenderoj të gjithë. Pasi nisa me falenderime, me duhet këtu të falenderoj edhe sponsorët tjerë të shoqërisë sonë, të cilët nuk kursojnë që të na ndihmojnë
dhe ato janë Komuna e Tuzit, Qendra për Kulturë të Malitezi, Unioni Demokratik Shqiptar dhe shumë dënëtarë të tjerë. Kjo mbrëmje, Diaspora me ne, organizohet në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Informative Malësia në Tuz, me çast falenderojmë edhe drejtorin e kësaj qendre, Ajrodin Axhović. Por, të nderuar miq, një falenderim i veçantë vjen për të gjithë ju të cilët na keni përkrahë dhe na përkrahni gjithmonë për çdo aktivitet ton, si këtu në Malësi ashtu edhe jashtë. Që të mos zgjas më shumë, ju përshëndes dhe miru takofshim në aktivitete tjera, argëtim të këndshëm. Tani ftojmë në skenë anëtarët e shoqatës kulturore artistike Liria, të cilët fillimisht do të paraqiten me pika darsma shqiptare.
për bukurie, Marshallah, Marshallah, e bukur për bukurie, Marshallah, Marshallah. E kam synin në rushtësie, Marshallah, Marshallah, e kam gojën si kutie, Marshallah, Marshallah. O zamak, zamak ku i bardhe, o po fama. O zamak, zamak ku i bardhe, o po fama. Ja më e bukra në male, o po fama. Ja më e bukra në male, o po fama. Moj zemrush, synin si kur rush. 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 Hajt ta lidhim besën, o, gocën e dy bashke. Hajta lidhim besën, o, djalët e dy bashke. Ato ta dush nanën miko, si kur e ke dasht. Do të du nanëna, si kur e kam dashte. Hajt ta lidhim besën, o, me kunor me are. Hajta lidhim besën, o, me kunor me are. Të kem pranën janë tjetrin, si kur një thesare. Të kem pranën janë tjetrin, si kur një thesare. Zemrën time ti e more, zemrën time ti e more. Zemrën time ta shurove, zemrën time ta shurove. Zemrën time ti e more. Zemrën time ta shurove. Kalojnë stinët, kalojnë motet, ne jetojmë të ndarë moj. Djedhilin dhe përëndon me asgjë s'ka ndryshum. Atë ditë kur u largove, unë beta i vrarë moj. Dora ime dorën tonë e forte pashtën gum. Si e pone zemrën time, hala s'kon ken hinem. Po vaj lutje hiq panda, kur ma mos me të pan. Si e pone zemrën time, hala s'kon ken hinem. Po vaj lutje hiq panda, kur ma mos me të pan. Ke dikon tjetër, pas ke mon qaf tjetër djallë, si kur more mu. Po shumë let harre se qitem, dashurin e vjetër, do gënjështra e mashtrime, shrejke me i pagu. Si e bone zemrën time, hala s'kon ket hinem, po vajlu te hiq panda, kur ma mos me të pan. Si e bone zemrën time, hala s'kon ket hinem, po vajlu te hiq panda, kur ma mos me të pan. Zemrën time, hala s'kon ken hinem, po vajlu tje hiq panda, kur ma mos me të pan. Si e bane zemrën time, hala s'kon ken hinem, po
Shoqata kulturore artistike Koha nga Dinosha, që kësaj radhe do të paraqitet me 2 pika të një pas njëshme, Vallja e Dinoshës dhe Vallja e Bareshës.
Përsëri në skenë ftojmë shoqatën kulturore artistike Liria nga Mileshi me vallën e logut. Argëtim të këndshëm. Tani në skenë ftojmë shoqatën kulturore artistike Deçiq nga Tuzi. Sonte do të na paraqiten me vallën Festa e Madhe. Para se të fillojnë, kryetari i shoqatës Kërni Qenis don me ju falendërua SHKA Liris për bashkëpunimin mes tyre me një dhuratë, të cilën do ta pranoj drejtori artistik Emin Palaj.
Sonte kemi nderin dhe kënaqësinë që për herë të parë para publikut ta prezantojmë pikën e re Vallja e Pavarësisë, të përgatitur nga Vladimir Saiti Ladi. Shton jetona, tjelirin vitro jetona, rezetar të mbi fusha kanë ra. Lodha sot në mbretërin time, në përsheku i ligjerime, kur mbi gur sot u bën kala. Sot ka fest Kosova, si një iman në zemrat tona. Sot ka fest Kosova, prohorasin malet tona. Shteti djeli i lirisë, i fushat e arbërisë, erdhi dita e pavarësisë, trojet lartat dardanisë. Sot ka fest Kosova, si një iman në zemrat tona. Sot ka fest Kosova, prohorasin malet tona. Shteti djeli i lirisë, i fushat e arbërisë, erdhi dita e pavarësisë, trojet lashtar dardanisë. Jem luli kuqet e Kosovës, jem lirini i vetokës, rrit mbi gjokë se qëra për liri. Jem luli kuqet e Kosovës, jem lirini i vetokës, ty mi vjen stolisur me lavi. Sot ka fest Kosova, si një iman në zemrat tona. Sot ka fest Kosova, prohorasin malet tona. Shteti djeli i lirisë, i fushat e arbërisë, erdhi dita e pavarësisë, trojet lashtar dardanisë. Erdhi dita e pavarësisë, erdhi dita e pavarësisë, erdhi dita e pavarësisë. Tokë mbjellur me plumba dhe i ndezur për shtatë trimëri. Tokë mbjellur me burra shekujve të rënë për liri. Gjohun jo dëshmor, gëzoni e gëzoni bashk me ne. Sot atë dheu i lashti shqipeve feston ditën e re. Tokë mbjellur me plumba dhe i ndezur për shtatë trimëri. Tokë mbjellur me burra shekujve të rëna për liri.
Në këto qaste, skenën do të na zbukurojnë më të veçlit pjesëtar të SHKA Liris, të cilët para nesh do të dalin me 2 këngë, Mora fjalë dhe Avritet pa fajësia. Pjesën e parë të kësaj mbrëmje
e mbyllin me pikën kushtrimin e lirisë nën interpretimin e valltareve të SHK Liria. Blesla, kafaneta. Me mbajtë ma e bia janë quen e kam me shliru e Kosovën e non 100 vjetë jenë këthetrat e huaj bjerin në badhe mos i ruaj. O, sa ta dish se ashtë me